ke portativja që është, se po ta shohësh, po sa zgjat duart aty zbret. Dhe më thot ndiqe babin tani. Dhe më lëshon. Tani e veçanta është që stadiumi nuk e dinte që Panajoti lindte futbollin. Nuk e dinte, nuk e dinte. Ishte e papritur për gjithë. Ishte e papritur për gjithë. Ishte e papritur. Nuk ishte momenti për ta lënë, por shkaqet që me ça un kam folur me babën, ishin disa kontradikta që kishte me trajnerin, atëherë sepse nuk e kishte akoma edhe pse ishte 36 vjeç, por që prap e kishte mundësinë për të dhënë edhe 1-2 vjet tjera. Edhe unë e ndjek, kjo është pjesa e fundit që vim ke mbas gjithë rrotullimit që bazi, kjo është pjesa e fundit që ai më ka parë, se ai nuk e dinte që unë po i shkoja nga mbrapa. Kjo është derbi apo jo? Kjo është derbi, Partizani Tirana, po ka fituar Tirana 2-1 me gol të Tit Dibrës, ka bërë 2 gola, Tit Dibra. Babi ka luajtur deri në minutën e 20, 20 e 25. Besoj se në minutën e 20, edhe aty pastaj i ka rënë bilbilit ai arbitri dhe gjithë janë shtangur, se nuk e dinte asnjë. Edhe babi ka hequr bluzën, ja ka dhënë Gimuratit. Edhe pastaj ka filluar të bëj xhiron, edhe unë kam ndjek nga mbrapa. Unë jam Benardi dhe këtë episod dhe të gjithë prodhimet tona të tjera i gjeni në kanalin tonë YouTube andale.al. Shkoni aty dhe bëni subscribe.